Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Në Pashaliman është firmosur një marrëveshje për prodhimin e anijeve lundruese në Shqipëri në funksion të forcave të armatosura dhe vendeve aleate. Kryeministri Edi Rama e cilësoi projektin me rëndësi strategjike dhe ekonomike, duke theksuar se ai do të ndikojë edhe në formimin profesional të rinjve, veçanërisht të shkollës industriale të Vlorës. Sipas autoriteteve, marrëveshja pritet të krijojë rreth 400 vende pune. Shqipëria ka nënshkruar një memorandum për zhvillimin e qendrës energjetike të Vlorës dhe një marrëveshje prej $6 miliardë për furnizimin me gaz të lëngshëm natyror në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe Greqinë. Marrëveshja synon diversifikimin e burimeve dhe forcimin e pavarësisë energjetike. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Vlora do të kthehet në një pikë kyçe energjetike për Europën juglindore, ndërsa zyrtar amerikan vlerësuan rolin në rritje të Shqipërisë në rajon. Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve. Sipas vendimit të fundit, nafta ulet në 203 lekë për litër nga 206, ndërsa benzina zbret në 180 lekë për litër nga 181. Çmimet e reja do të mbeten në fuqi deri në vendimin e radhës. Top Albania Radio. SPA ka dorëzuar në gjykatën e posaçme një provë të re ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj dhe të bashkëpandehurve në dosjen SASPAK. Prova përbëhet nga tabela Excel të gjetura në laptopin e një të pandehuri të sekuestruar gjatë kontrolleve. Gjykata ka shtyr seancën për datën 6 maj pas kërkesës së avokatëve për kohë që të njihen me materialin. Ndaj Beqaj të rëndojnë disa akuza, ndërsa procesi vijon në gjykatën e posaçme. Gjykata e posaçme apelit ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për shfuqizimin e vendimit të shkallës së parë mbi pezullimin e afateve të paraburgimit. Më herët shqyrtimi i çështjes ishte shtyrë për shkak të parregullsive në njoftimin e tij nga burgu i Durrësit. Ndërkohë, mbrojtja ngre shqetësime për 35 fashikuj me prova digjitale që sipas avokatit Ndreca nuk janë vënë në dispozicion të pandehurit. Veliaj ndodhet në arrest prej 10 shkurtit 2025 në akuza për korrupsion e pastrim parash. Gjykata kushtetuese ka pranuar të shqyrtojë kërkesën e Ajola Xozës për shfuqizimin e 3 vendimeve gjyqësore që lidhen me masat e sigurisë, kontrolle dhe sekuestrimet e sendeve personale. Xoza pretendon se këto veprime janë antiligjore, ndërsa në proces është palë edhe SPAK. Më herët ndaj saj janë vendosur masa sigurie si arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje, të cilat më pas u shfuqizuan. Pavarësisht kësaj, gjykata nuk ka pranuar ende kthimin e sendeve të sekuestruara në kuadër të hetimeve. Lajme nga rajoni. Kosova pritet të shkojë në zgjedhje të reja brenda 45 ditësh pas dështimit për zgjedhjen e presidentit të ri për shkak të mungesës së kuorumit në kuvend. Seancat u bojkotuan nga opozita, ndërsa kryeministri Kurti akuzoi opozitën për bllokim të institucioneve. Nga ana tjetër, partitë opozitare cilësuan procesin të papranueshëm dhe paralajmëruan reagime. Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas shpërndarjes së kuvendit dhe vendimit për zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Në një video mesazh, Osmani u bëri thirrje partive politike të bashkohen dhe të lënë mënjan urrëtitjen për çarje dhe propagandën. Osmani theksoi se vendi ka kaluar edhe momente më të vështira dhe se rrugët e mbyllura nga padrejtësitë sipas saj hapen nga populli përmes unitetit dhe shpresës. Lajme nga bota. Përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit në lindjen e mesme kanë hyrë në ngërsh, ndërsa Shtetet e Bashkuara shprehen skeptike ndaj propozimit të Iranit për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Kalimi strategjik mbetet i bllokuar mes kontrollit iranian dhe masave amerikane ndaj porteve, duke ndikuar në tregtinë globale të energjisë. Negociatat mes Washingtonit dhe Teheranit kanë ngecur pavarësisht një armëpushimi 3 javor. Irani këmbgul se konflikti nuk ka përfunduar, ndërsa SBA e konsideron të papranueshëm planin aktual për hapjen e ngushtisës. Ndërkohë tensionet po ndikojnë tregjet me rritje të çmimit të naftës dhe paralajmërime për një krizë të zgjatur në gjirin persik. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se konflikti në Iran po i kushton Bashkimit Evropian rreth 500 milionë euro në ditë për energjinë. Sipas saj, në 60 ditë shpenzimet për importet e lëndëve djegëse fosile janë rritur me mbi 27 miliardë euro. Von der Leyen theksoi nevojën për uljen e varësisë nga importet dhe rritjen e prodhimit vendas të energjisë së pastër, duke paralajmëruar se pasojat e konfliktit mund të ndihen për muaj apo vite me radhë.
Administrata e Donald Trump po përgatit një strategji për blokadë të zgjatur ndaj Iranit, sipas The Wall Street Journal. Synohet rritja e presionit ndaj Teheranit me bllokimin e porteve si opsion kryesor. Situata mbetet e tensionuar në ngushticën e Hormuzit, ndërsa masat në terren kanë nisur që prej 13 prillit. Zhvillimet sinjalizojnë përshkallëzim të mëtejshëm me pasoja për sigurinë dhe tregtinë globale të energjisë. Shtetet e Bashkuara pritet të nxjerrin këtë verë një seri të kufizuar pasaportash të reja në kuadër të 250 vjetorit të pavarësisë. Dizajni i ri do të përfshijë imazhin dhe firmën e presidentit Donald Trump në brendësi, ndërsa në pjesën e pasme do të jetë piktura deklarata e pavarësisë. Pasaportat do të shpërndahen fillimisht në Washington për aplikimet fizike, ndërsa modeli aktual mbetet në përdorim online edhe në vende të tjera. Autoritetet theksojnë se dokumentet do të ruajnë standardet e larta të sigurisë, ende nuk dihet numri saktë i pasaportave që do të lëshohen. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me vranësira mesatare dhe hera herës të dendura kryesisht në zonat malore të lindjes dhe jugut. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Ersita Doko. Kjo është Top Albania Radio.